drejtë të flasë për varet. Respektimi i vareve është respektimi i vetvetes. Çka ke shkruar të kështu? Po, do përmend 2 vargje të shkrimtarit Albi Lushi, që mi ka nisë me amanet. Përshëndesim Albin, se e duam shumë. Ka bërë mungesa, ë? Po pra, se nuk erdi do të sot, po na nisi vargjet. Isha ka vajs me bab nga Dibra, nuk desha nam, as buj, as lek. Hiq mani dheun, mbulomni me libra, më duket vari si bibliotek. Asab. Kishte e Albit. E Bravo, dyta. Albi. E dyta. Kur do filloni me varre private, o vlla? Private, vlla, di që i paguaj leku, po pse t'ja paguaj këti barraku që punon bashki? Ta paguaj ty, vlla, sa lek do? Na, lekët edhe më çaj kokën. E kupton? E dua varin me qiparisa, e dua varin me bar jeshil, e kupton? E dua të kaloj, për të vajtë një varr, të kaloj mbi varr. E kupton? Se Hanko mos kalon mbi varre, ne kalojmë gjithë mbi varre. Pse na ecën terës të shqiptarëve? Se ne kalojmë mbi varre. Në varrim, se s'kesi që të shkosh te vari C, duhet kalosh te vari A, B, G, F. E kupton? Kjo është budallëku. Dhe fundit. Për të thënë ajo që Ermiri tha. Ti bëjmë himn jetës ta Ermiri. Mënyra më e mirë për t'i bërë himn jetës është të flini gjumë me Dorelan. Pik! Dorelani është dorë me një, është zgjidhje të shëndosh trupin, si që thotë Mironi dashur, të shëndosh shpirtin, ore të bën të arosh, se nuk thot kot që gjumi është gjysë vdekje, bën vdekjen të zhduket. Zhduk vdekjen. Kështu që Dorelani... Mrekullia Dorelan. Mirë, do të shkojmë pas kësaj vëndshje fantastike, do të shkojmë pas publicitetit në ndeshje. Ndeshje.